Menopauza është një proces fiziologjik, themi ne, i trupit ton, trupit të gruas, që vjen në mënyrë shumë të natyrshme. Zakonisht ne i referohemi periudhës menopauzës pas të 45-ave, 50, si grup mosh. Patjetër që ka dhe raste që menopauza mund të vi dhe më herët, dhe ato janë raste ose patologjike, ose dhe iatrogjenike, që ndonjëherë e shkaktojmë dhe ne vetë nga ana mjekësore, ose edhe ndonjëherë pa shkak të trashëguara gjenetike. Por, sido që të jetë, shenjat e menopauzës, sido që në çdo moshë që ajo shfaqet, janë të njëjta. Dhe shenjat kryesore të menopauzës ose të periudhës perimenopauze, që është kjo periudha që ne bëjmë një tranzicion nga momenti që jemi në fazë riprodhuese drejt momentit menopauzës, ndryshimet që ne përjetojmë në trupin tonë janë që nga tharja vaginale, që nga labiliteti emocional, nga djersitjet e natës, nga afshet, janë një sër simptomash që edhe të orientojnë drejt menopauzës, por ndonjëherë edhe mund të kamuflojnë edhe në një patologji tjetër. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm që të vendosim një diagnozë të saktë, edhe pse rasti i menopauzës nuk është një rast patologjik, por që të jemi të saktë që ta orientojmë pacienten drejt një orientimi më të saktë klinik se çfarë është ajo duke përjetuar në ato momente. Rëndësia e ditjes së periudhës menopauzës tek çdo grua ka vlerë, sepse kjo grua në momentin që është e vetëdijshme që po kalon këtë proces që është fiziologjik, patjetër është më e përgatitur nga ana emocionale dhe kupton shumë mirë që është një situatë që nuk do zgjasë gjatë gjithë kohës, sepse vetëm kjo faza tranzitore është periudha pak më e vështirë sa trupi jon të adaptohet me këtë gjendje të re që ka filluar të instalohet. Sa të filloj dhe kjo pjesë e uljes së hormoneve që ne kemi pasur gjatë gjithë kohës së periudhës riprodhuese, kjo pjesë e hormoneve që vjen edhe ulet dhe trupi jon duhet të fillojë që ta përshtasi veten në raport me këtë nivel të ulët të këtyre hormoneve. Kështu që kjo do kohën e vet dhe normalisht të gjitha këto shenja klinike që manifeston menopauza lidhen pikërisht me këtë ndryshim hormonal. Por duke ditur që kjo është një gjë fiziologjike, ne jemi më të qetë dhe përballojmë edhe më mirë nga ana fizike, nga ana emocionale, pjesën e kalimit në periudhën e menopauzës. Patjetër që ne mund të bëjmë edhe mjekime ose ndihmesa, të themi, për të kaluar edhe më lehtëshëm këtë periudhë, që janë këto terapitë e lehta që ne japim, qoftë për të ndihmuar te pjesa e gjumit, qoftë për të ndihmuar te pjesa e afsheve, qoftë për të ndihmuar sistemin kockor, sepse ne dimë që me fillimin e menopauzës fillojnë dhe shfaqen disa problematika që ndoshta dikur nuk i kemi pasur.